kohë edhe me shti ruzën të Banka Raiffeisen, jeto më mirë. Përshëndetje dhe mirë se vini në programin tuaj të përjavshëm komunikimi, unë jam Gjylia Morena. Në komunikimin e sonтëm do të flasim me liderin e lëvizjes vetëvendosje, zotëri Albin Kurtin. Të ftuar në studio kemi edhe studentët e Kolegjit Universitar Pjetër Budi të Prishtinës. Mirëmbrëma zoti Kurti. Mirëmbrëma dhe mirë se gjej. Mirëmbrëma dhe faleminderit për pjesëmarrje gjithashtu dhe juve. Zoti Kurti, do bisedojmë me juve sa i përket fillimisht performancës së vetëvendosjes në opozit, me që edhe është hera pare që ju ndodhi në institucione. Çka mund të na thoni, cili është vlerësimi juaj sa i përket bërjes opozit nga ana e vetëvendosjes? Lëvizja vetëvendosje ja ka shtuar mjeteve të mëhershme të veprimit, siç janë protestat dhe demonstrata, aksionet simbolike, tubimet publike anë kënd Kosovës, edhe mjetet institucionale, përkatësisht pjesëmarrjen në Kuvend Republikës Kosovës dhe në komisionet parlamentare. Me këtë rast mund të them që gjatë këtij viti kemi qenë subjekti më politik, më demokratik dhe më aktiv në Kuvend dhe nuk e kemi pasur vetëm emrin opozit, por njëkohësisht edhe kemi bërë opozitën. Nga 7 interpelancat që i ka bërë Kuvendi i Republikës Kosovës në historinë e vet, vetëm në vitin e fundit janë bërë 4 sosh dhe që të gjitha nga lëvizja vetëvendosje. Mandej ne kemi bërë iniciativat të cilat kemi marrë urdhën. Ju thatë me demokratik, thatë edhe me politik, por edhe me demokratik. Me demokratik thatë arsyen pse? Ne jemi subjekti më demokratik për shkak se kemi demokraci të brendshme më shumë se çdo kusht tjetër. Ne kemi çdo pozitë drejtuesit të kufizuar në 2 mandate, pra askush nuk mund të qëndrojë në një pozitë drejtuese brenda lëvizjes vendosje, përfshirtu dhe kryetarin e lëvizjes vendosje, më shumë se 2 mandate, me demokraci të brendshme direkte, pra me referendum, i zgjedhim çështjet madhore, prej kryetarit e deri tek çështjet programore. Mandej me 1/5 e Këshillit të Përgjithshëm mund të thrasim interpelancë për çështje të saktuara. Dhe në të njëjtën kohë ne jemi subjekti i cili i ka mbajtur brenda një viti 4 mbledhje të Këshillit të Përgjithshëm. Pra kemi mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm ku i marrim vendimet kryesore të orientimit të politikave çdo 3 muaj. I rikthehemi sërish bërjes së opozitës, mendoni me që thatë keni vetëm me 2 mandate, domethënë, a mendoni që mënyra se si ju keni bërë opozitën kam ju mundësu që në kuadër sa ju jeni lider të jeni edhe kryeministër? Ne nuk i ndërprejmë asnjëherë përpjekjet tona dhe fitoria e lëvizjes vendosje nuk do të jetë thjesht fitore e njerëzve të saj, por do të jetë fitore e konceptit. Ne nuk duam që t'i zaventësojmë këta njerëz me disa njerëz të tjerë, këta emra të përveçshëm me emra të tjerë përveçshëm. Ne duam që të fitojmë asisoj që fitoria jonë të thotë njëkohësisht ndërprerje e bisedimeve me Serbinë, ndërprerje e neoliberalizmit në Kosovë që karakterizohet me këtë privatizimin e egër dhe abuziv dhe fillimi i shtetit zhvillimor ku do ta kthejmë prodhimin në qendër të ekonomisë, sovranitetin në qendër të pavarësisë, me çast Kosova do ta kishte edhe ushtrinë edhe të drejtën për të bashkuar me Shqipërinë. Pra, kjo do të ishte fitore. Nuk është fitore nëse ata njerëz që ulin ato jo ndrimin e emrave, po a jeni të bindur se puna juaj kam ju dërgu në atë që të ndrohet sistemi i mënyrës së qeverisjes. Jo emrat. Ne duam që të vijmë në pushtet në mënyrë që të transformojmë shtetin. Pra, aktualisht kemi një pushtet i cili po e han shtetin e Kosovës në mënyrë të trefisht. Po e han buxhetin, territorin dhe në të njëjtën kohë demokracinë. Pra, kemi gjithnjë më pak demokraci, buxheti po keq përdoret, qoftë përmes korrupsionit të drejtë për drejtë ose tenderëve manipulativ, por edhe kemi më pak territor në kuptimin që strukturat e Serbisë janë forcuar për gjatë vitit 2011,
brenda në Kosovë dhe e kanë rritur kontrollin e tyre dhe kësaj na e kanë rrudhur shtetin tonë. Pikërisht për këtë arsye, si e shihni këtu edhe qëndron pyetja ime. Si e shihni efikasitetin juaj në ngritje të zërit sa i përket këtyre çështjeve që ju i përmendet në kuvend, po ashtu edhe në forma tjera të cilat ju i keni përdorur, si i vlerësoni? A mendoni që keni bërë mjaftueshëm apo duhet vepruar ende? Mënyrat tona të veprimit, edhe në kuvendin e Kosovës, edhe në për rrugët e qyteteve dhe fshatrat të Kosovës, janë të domosdoshme. Angazhimi jonë kurrë s'është i mjaftueshëm. Madje atëherë kur të fitojmë nuk do të jetë i mjaftueshëm, sepse gjithmonë mundet më mirë. Por në këtë rrugën tonë të drejtë, ne do të ecim drejt, ajo është e gjatë, është e vështirë, me shumë pengesa, por se kemi ndërmend as të ndalemi, as të devijojmë, as të lodhemi. Lëvizja e vendosur është lëvizje pa kompromis. Ne nuk flasim duke menduar kujt i pëlqejmë e kujt si pëlqejmë. Ne flasim atë që na e thot mendja, na e don zemra, sepse nisemi prej bindjeve tona mbi interesin e përgjithshëm. Pra, në këtë kuptim, jemi ndryshe prej subjekteve tjera politike, jo vetëm për shkak se thjesht jemi parti politike, po jemi lëvizje politike. A mendoni se keni arritur që ta shpjegoni mirë të opinioni publik, të qytetaria e Kosovës, bindjet e juaja, mënyrën se si do të arrini dhe apo mendoni se keni më të mangët në aspekt të elaborimit të asaj se çka vërtet dhe mënyrën se si duhet realizuar këtë objektiv tuaj? Ne jemi përpjekur me mundësitë tona që ta shpjegojmë veten tonë, ta përfaqësojmë programin tonë, por natyrisht se ka shumë keq interpretime, ka shumë keq kuptime për lëvizjen vetëvendosur, për shkak se nuk flasim vetëm ne për programin tonë, por flasin edhe shumë të tjerë për lëvizjen vetëvendosje. Dhe nga takimet që kemi pasur me ndërkombëtarë, sidomos në muajt e fundit, mund të them që më shumë kishin pas folur qeveritarët tonë kundër lëvizjes vetëvendosje sa kundër Serbisë. Po të kishin folur për sovranitetin e vendit dhe kundër Serbisë, sa kanë folur kundër lëvizjes vetëvendosje, shumë më sovran do të ishim dhe shumë më të plot e më qëndrueshme do ta kishim këtë pavarësi. Dhe ne mundohemi që me durim, me punë të palodhshme që të eliminojmë të gjitha këto keq interpretime që ekzistojnë. Këto takime me ndërkombëtarët. Njësoj është tek qytetarët. Këta kur shkojnë në për fshatra, në për dekte në ndekte e partive të tyre, kur bëjnë takime me qytetarë, duke i shfrytzuar edhe mediumet të cilët i kanë në kontroll posaçërisht televizionin publik Kosovës, i cili është më shumë qeveritar se publik. Këta flasin shumë kundër lëvizjes vetëvendosje, do të thonë përdorin shpifje, etikete të ndryshme të cilat me të vërtet neve na e ngadalsojnë esjen tonë. Ama nuk mund të na ndalin. Do të thonë lëvizja vetëvendosje ka shumë kundërshtar për shkak se kjo gjendje pe i konvenon dikujt. Asnjë gjendje, në asnjë vend, në asnjë kohë nuk qëndron pa i konvenuar dikujt. Kosova kështu me Mitrovicën e ndarë, pa ushtri, me shkolla pa arsim, me spitale pa shërim, me ekonomi pa prodhim, me kufi pa ushtri, me territor pa integritet, pe i konvenon dikujt. Edhe këta njerëz kanë interes që kjo gjendje të jetë kësaj. Prandaj këta janë kundërshtarë tonë. Nëse po e kuptoj drejt, janë këta armiqt ashtu siç po i quani ju, ata të cilët kanë ndikuar që ndërkombëtarët jo rrallëherë të dalin me deklarata jo të mira, jo në favor të vetëvendosjes. Kështu po thoni? Sa i përket tyre qeveritarëve dhe subjekteve të tjera politike, më parë do t'i kisha quajtur kundërshtar, ndërka që fjalën armik ne e ruajmë për Serbinë. Pra, Serbia dhe më thonë është shteti armik, por natyrisht që ka dhe Serbia elementet e veta për brenda Kosovës, për shembull në formën e tregtarëve të ndryshëm, në formën e agjentëve të ndryshëm, të cilët janë armiqtë tonë. Dhe sa i përket kuvendit Kosovës, edhe njerëzve, domethënë, të cilët vinë nga partitë politike, nga qeveria, me të cilët kemi dallime të theksuara konceptuale, ata janë kundërshtarë tonë, por duke lënë Kosovën edhe pas 4 viteve me pavarësi, e cila shprehet në emër, por jo në substancë, natyrisht që ata po i kontribojnë edhe po i inkurajojnë planet dhe apetitet e Serbisë. Mund të them që ndërkombëtarët, të cilët janë në Kosovë, kanë pasur qëndrim më negativ më herët për lëvizjen vetëvendosje sa tash, për shkak se me durim e kemi sqaruar secilin qëndrim tonin dhe kemi çmontuar secilin shpifje të këto takimet e fundit apo mendoj që në muajt e fundit,
Por mendoj se shumë ambasador nuk kanë qenë parimor ndaj nesh, sepse gjërat që bëhim nga lëvizjave të vendosur në Kosovë janë normale në vendet prej nga vinë këta ambasador. Pra, ne nuk duam të krahasohemi me Afganistanin dhe Palestinën dhe Kosova ta fitojë notën +2. Më mirë të krahasohemi me Sloveninë dhe ta fitojmë notën -10, por le ta kemi referencë një shtet normal në mënyrë që të bëhemi shtet normal edhe ne, sepse nuk mund të normalizohemi si shtet nëse referencën e kemi abnormale. Ne ju kemi thënë ndërkombëtarëve, edhe Kosova dhe Serbia në shtete abnormale. Nëse ju përpiqeni që marrëdhënia midis dy shteteve abnormale të jetë normale, atëherë kjo jashton abnormalitetin të situatës. Pra kjo e kontribon abnormalitetin e të Kosovës së Serbisë. Kosova është shtet jo normal për shkak se nuk ka sovranitet dhe nuk ka zhvillim ekonomik, e ka Mitrovicën e ndomë. Serbia është shtet jo normal për shkak se nuk ka ndodhur as përsafërmi diçka që do t'i përngjante denazifikimit, sikurse që kishtim rastin me Gjermaninë pas luftës botërore, atje ka me 10 mijëra kriminal që janë vrasës së re që shëtitën të lirë në Serbi, edhe në strukturat e pushtetit, dhe Serbia është jo normal për shkak se nuk e din as kufit e vet. Domethënë, ata synojnë që aq sa kanë forcë të zgjerohen. Në rrethona të ndryshme kanë metoda të ndryshme. Zoti Kurti, ju keni ngritur zërin sa i përket sovranitetit, reciprocitetit, por mendoni që ka qenë forma më e mirë, më e duhur për ngritje të zërit? Keni zgjedhur formën më të mirë, më të duhur? Mendoni që ka qenë ajo apo ka pas formë tjetër? Po ne kemi bërë tubim e fjalime në për qytetet dhe fshatet e Kosovës, kemi bërë fjalime edhe në parlamentin e Kosovës, kemi bërë aksione e protesta e demonstrata në për rrugët e Kosovës, kemi bërë aksion protestues edhe brenda kuvendit të Kosovës. Pra ne nuk i kursejmë mjetet sepse duam shumë qëllimin. E megjithatë, mjetet tona kanë qenë gjithmonë paqësore. Asnjë njeri nuk është lënduar asnjëherë prej protestave të vendosjes. Përkundrazi, ne kemi pësuar. Janë me qindra aktivistë të cilët janë lënduar. Ka mira arrestime. Kanë qenë vetëm aktivistë ata që kanë marrë pjesë në mënyrën e formës të një keni kërkuar. Ka pas simpatizantë, ka dhe qytetarë të cilët janë solidarizuar në protestat saktuara, cilët poshtë janë lënduar, janë arrestuar, janë plagosur. Ka pas edhe të vrarë në demonstratat tona prej plumbave të policisë së mikut. Domethënë, lëvizjeve vendosje ka qenë gjithmonë paqësore, por regjimi ka përdorur mekanizma represiv të dhunshëm kundër neve, sepse kanë deshur që ta ruajnë pozitën e tyre. Pra, ne nuk e kursejmë vetën tonë, mund të bëjmë në i gabim, po qëllimin e kena të mirë, për dallim pej qeverisë, e cila edhe kur s'bën gabime është për brenda qëllimit të keq që e kanë. Kështu që mbase mund të ketë në një formë tjetër që se kemi përdorur. Ndoshta është dashur të jemi edhe më kreativ sa që kemi qenë. Mirë po me mundësitë që kemi, ne nuk e kemi kursyer asnjëherë potencialin ton intelektual, fizik, material. Ndërsa sa i përket çështjeve me rëndësi nacionale, siç është përmbyllja e statusit, domethënë, ju nuk ju keni bashkangjitur ftesës e kryeministrit. Pse? Është interesante që qysh e trumpetuan përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë. Por në fakt, edhe KFOR-i do të jenë këtu, edhe ULEX-i do të jetë këtu, edhe OSBE do të jetë këtu, edhe UNMIK-u do të jetë këtu. Vetëm zyrit që po e mbyllin është ajo ICO-s, e zyrës civile ndërkombëtare, që praktikisht është vetmja zyrë e cila e njeh pavarësinë e Kosovës, atë po e mbyllin. Pra, nuk bëhet fjalë për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, mbikëqyrësi do të jenë edhe më shumë këtu, por në realitet gjitha shtetet kanë nga pak mbikëqyrje. Po, vetëm mbikëqyrës që e njeh pavarësinë, po hiqet. Natyrisht unë s'kam mendim të mirë për Peter Faithin, kjo dihet publikisht. Mendoni se do duhet qëndronte? Jo, absolutisht jo, po them, edhe motivi, edhe pasoja këtyre veprimeve të qeverisë nuk janë për të mirën e vendit. Pra, ne jemi për përfundimin e misioneve sunduese ndërkombëtare. Jemi për bashkësinë ndërkombëtare në Kosovë, nuk jemi kundër zyrtarëve ndërkombëtar, por jemi kundër karakterit të misionit aktual të tyre, i cili është mision me fuqi ekzekutive dhe me imunitet për ligjit. Cili do qytetari i Kosovës, kur shkon në Francë, nuk ka imunitet për ligjit. Por cili do zyrtar francez që vjen në ULEX, ka imunitet për ligjit. Kjo nuk është fair. Bashkë me familjet e tyre, janë të paprekshëm nga ligji sipas ligjit. Pra këta janë njerëz mbi ligjin. Në Kosovë në përgjithësi janë 3 kategori mbi ligjin. Janë zyrtarë ndërkombëtar, janë strukturat ilegale armiqësore të Serbisë dhe janë
politikanët e korruptuar të Kosovës, të cilët nuk i kap ligji, sepse sistemi i drejtësisë në Kosovë merret me peshqit e vegjël, jo me peshkaqen të mëdhej. Pra, këto tri kategori ka një lloj pakti të heshtjes, ka një si lloj marrëveshje gentlemane që të mbesin mbi ligjin duke u thirrur në ligj. Kur është në pyetje pikërisht kjo çështje, nuk keni një unitet edhe me parti tjera opozitare, domethënë. Nuk bashkë rëndoni veprimet sa i përket këtyre çështjeve as me partitë opozitare? Iniciativat të cilat kanë marrur ata brenda Kuvendit të Kosovës, na i kemi përkrahur rregullisht. Pra, kur ata kanë thënë po e bojkotojmë këtë seancë, po dalim nga salla, po votojmë kundër, po votojmë fare, edhe na kanë ftuar neve që ta kundërshtojmë qeverinë, gjithmonë kanë hasur mirëkuptimin ton. Por nuk mund thuhet e kundërta. Disa nisma tonat janë përkrahur dhe disa nuk janë përkrahur. Dallimi është ky që na nuk jemi parti politike. Na jemi lëvizje e masave, jemi lëvizje qytetare politike. Domethënë, fjala parti rrjedh për fjalës latine që domethënë pjesë, partis. Na nuk jemi pjesë. Na jemi lëvizje për shtet. Dëshirojmë që pushteti të jetë në funksion transformimit të këtij shteti. Nuk dojmë një pjesë të në kuvend. Ashtu po, edhe kuvendin e mendojmë edhe e shohim krejt ndryshe. Nuk e shohim si një shtëpi me salltanet ku kemi hyrë me banua aty tash, por e shohim si një tërësi mekanizmash për të realizuar qëllimin e njëjtë brenda programit e konceptit të njëjtë. Pra nuk kemi pikpamje statitetin, por dinamike. Nuk e shohim kuvendin e Kosovës si pra vend luksi ku bëhesh bashkë me kundërshtarët e tu, por e shohim si një arenë të botkuptimeve të ndryshme, ku duhet të përfaqësosh qytetarët edhe kur je opozit, ta bësh kritikën kundër qeverisë. Mendoj se subjektet tjera... E keni arrit, e keni përfaqësuar dënsisht qytetarin, e keni zhvilluar dënsisht këtë arenë? Për atë çfarë na ka votuar neve qytetari, ne nuk kemi devijuar për asnjë moment. Janë të vetmit politikanët, deputet, aktivist, televizijës vendosja, ata që i kanë të njëjtat fjalë në emisione televizive, të njëjtat fjalë me diplomatët ndërkombëtar, të njëjtat fjalë në foltorën e parlamentit, të njëjtat fjalë në për protesta e demonstrata. Pra ne nuk i kemi shumë fytyra, sepse vetmja mënyrë për të pasur fytyrë është nëse ke një fytyrë. Dhe nga kjo përvoja brenda institucioneve ne e vrejmë shumë qartë që shumë përfaqësues të shumë subjekteve të tjera flasin diçka tjetër me qytetarin, diçka tjetër me ndërkombëtarët, diçka tjetër në emisione, diçka tjetër në parlament e kështu me radhë. Domethënë, nuk ka unitet të diskursit. Po ashtu, asnjë aktivist i vetvendosjes që është bërë deputet, nuk është më i pasur se u bë deputet, përkundrazi. Ne nuk kemi pasunuar pse kena hyrë politikë në kuptimin e institucioneve. Kemi qenë politik vetëm në rrugë, tash jemi edhe në institucione. Nuk jemi më të pasur për këtë punë. Pra, nuk e kemi përjetuar këtë si një vend ku ti ngritesh personalisht. Përkundrazi, ne kemi situatën ku tash japim edhe më shumë se më herët, pikërisht pse i kemi mundësitë më të mëdha. Sepse për neve politika që bëjmë është vetë jeta jonë. Domethënë, ne me këtë jetën tonë kena hyrë këtë politikë. Nuk e kemi hobi, as nuk e kemi për përfitime. Nuk është sikur se këta të tjerët të cilët ju i mbani mend para 10-15 vjetëve, shumë për tyre kishin edhe nga 20 kg pak. Para se të marrshin pozitat, kështu janë deklaruar. Po, besoni, edhe neve na patën thënë, hajde se kur shkoni atje në institucione, bëheni sikur ata. Nuk u bëm. Kur shkoni atje, na kanë thënë, kur shkoni atje, keni me pas do të flisni për bashkim kombëtar. Kur shkoni atje, do të kërkoni më ushtri për Kosovën. Kur shkoni atje, nuk do të dilni kundër privatizimit. Keni ndruar formën e kërkesës së bashkimit kombëtar. Absolutisht jo, edhe për atë mund flasim. Kur të na thonë për shembull, kur shkoni atje kanë thënë se nuk do të mund flisni kundër decentralizimit. Kena folën në parlament për bashkim kombëtar, për ushtri, kundër decentralizimit, kundër privatizimit, kundër negociatorëve. Por jo si përpara për bashkim kombëtar. Bashkimin kombëtar para se të futeshin në parlament ka qenë një ide tjetër, tani pak më forcim shtetesh. Jo, bashkimi drejt për drejt, ashtu. Po me këtë shtet që e ketë Kosovës s'po mund të bashkohesh. Na jena për me në programin ton shkruan që të hiqet pika 1.3 e nenit kushtetutës, e cila na ndalon bashkimin me Shqipërinë. Dhe po ta kishte televizion vendosur se pushtetin këtë do ta bënte. Do të arrit sepse jemi dëshmitar se në të gjitha vendet, qoftë edhe evropiane, nuk po mundet të kriju një qeveri pa koalicione. Po ne për koalicione kemi thënë se kemi dy kritere bazike. Kriteri parë është përputhja programore, i dyti është besueshmëria. Nëse ekzistojnë këto do të bëjmë koalicione.
Përndryshe nuk mund të bëjmë koalicione, do të mbesim në opozitë. Keni ndonjë Edhe ne do të mbesim në opozitë. Ne do të mbesim opozitë derisa të bëhemi opozitë. Pra nuk do ta bëjmë ndryshimin e programit vetëm për me hyrë në pushtet. Nëse na ofrojnë e janë në pushtet edhe ndryshojnë programin, kur zë ta bëjmë këtë gjë? Kur? Pra, ne nuk kemi hyrë në politikë për të përfituar diçka për vete e për të ngjitur në pushtet në llogaritë shtetit. Po saktësisht kundërtën. Edhe këtë gjë do ta vazhdojmë edhe më tutje. Ne mendojmë që Kosova duhet ta ketë të drejtën për t'u bashkuar Shqipërisë si hap i parë drejt bashkimit kombëtar shqiptar. Bashkimi i Kosovës me Shqipërinë nuk është fundi i bashkimit kombëtar, është fillimi i bashkimit kombëtar. Sepse jemi të bindur që nuk ka stabilitet edhe paqe të qëndrueshme në Ballkan përderisa shqiptarët mbeshin të coptuar kështu, gjë që i inkurajon Serbinë, Greqinë, Maqedoninë që t'i dëbojnë shqiptarët për i trojeve autoktone. Pra dobësia jonë është inkurajim dhe kontribut për të tjerët. Cili është qëndrimi i vetëvendosjes saj përket mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të Serbisë në pjesën veriore të Kosovës? Ne prej fillimit kemi qenë kundër. Ne jemi ata të cilët çdo herë kur janë mbajtur zgjedhjet të Serbisë e kemi kundërshtuar të parët edhe në mënyrë parimore, kategorike, sepse mendojmë që Serbia është shtetar mik. Nuk ka bazë ligjore në Kosovë për të mbajtur zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Edhe baza ligjore në bazë të cilës mbahen zgjedhjet e Serbisë në Kosovë në Serbi është Kushtetuta e Serbisë, në të cilën shkruan që Kosova do të jetë pjesë e Serbisë. Pra, nuk mund ta pranojmë një gjë të tillë dhe nuk bëhet fjalë të për kurfar dyshtetësie. Jo vetëm për shkak se serbët e kanë vetëm pasaportin e Serbisë, shumë prej tyre, se kanë fare të Kosovës. Jo vetëm për këtë arsye, po edhe për shkak se dyshtetësia ka kuptim kur dy shtetet kanë njohur njëra tjetrën. Kosova dhe Serbia nuk kanë njohur njëra tjetrën. Në fakt, Serbia nuk ka njohur Kosovën, po qeveria e Kosovës po shpreh mirë kuptim të çuditshëm ndaj Serbisë vazhdimisht. Sa herë asaj teket për me na thirrë negociata këta janë gati. Po ne kemi propozuar edhe hapat që duhet të ndërmirën për të penguar zgjedhjet e Serbisë, është konfiskimi i materialit zgjedhor. Është domosdoshme që ai material të mos lejohet që të shpërndahet, sepse ai është material i një shteti armik, i cili ka për qëllim minimin e funksionimit të Kosovës. Atë ka thënë edhe pozita aktuale. Shiko, ata nuk janë për të thënë, ata janë për të bërë, pa ata kanë pushtetin. Ne jemi opozitë, ne kritikojmë, mirë pa ata kanë përgjegjësinë për të vepruar. Dhe e dyta është që të gjithë zyrtarët e Komisionit Republikan Zgjedhor të Serbisë do duhej që të arrestoheshin ose të mos lejohen të hyjnë në Kosovë, pra nëse vinë në kufi. Dhe së treti, ndërtesat publike zyrtare të Republikës Kosovës do të përdoren për zgjedhjet e Serbisë. Mendoj që kjo nuk duhet të lejohet as pak. Por ne nuk kemi iluzione, kjo qeveri tashmë ka bërë marrëveshje me OSBE-n që OSBE ta përfaqësoj Kosovën në marrëveshjen me Serbinë, sepse Serbia nuk e dëshiron si partner qeverinë e Republikës Kosovës, Republikën e Kosovës në përgjithësi në një marrëveshje të tillë, nuk e pranon që të nënshkruhet në të njëjtën fletë. Dhe merrni mend tash OSBE-ja e përfaqëson Republikën e Kosovës në marrëveshjet me Serbinë për t'ia monitoruar Serbisë zgjedhjet në Kosovë. Më keq diku. Në realitet edhe Serbia në një mënyrë po i duhet mu dorëzu në aspektin e mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Mendoni që do dorëzohet në këtë aspekt apo jo? Gjithmonë i referohen pjesës veriore të Kosovës. Ata i kanë strukturat paralele. Ato janë, u mbajtën së mbajtën zgjedhjet. Pra mos mbajtja e zgjedhjeve lokale nuk i shuan strukturat paralele së Serbisë. Dhe në fakt më e drejtë se të quhen struktura paralele, duhet të quhen struktura ilegale dhe armiqësore, struktura shtetërore dhe kriminale të Serbisë. Pra ata i mbajtën si mbajtën zgjedhjet lokale, kjo nuk do të ndryshojë situatën në terren. Por në anën tjetër nuk është e sakt ende të thuhet nëse do t'i mbajnë ose nuk do t'i mbajnë këto zgjedhje, për shkak se ka edhe paralajmërime të tjera që thonë se do të mbahen ato zgjedhje lokale. Por sido që të jetë çfarë do zgjedhë Serbisë në Kosovë, natyrisht që dëmtojnë funksionimin e shtetit të Kosovës dhe sidomos e dëmton fakti që këtë pranon qeveria e Republikës Kosovës. Pra është një çështje nëse dikush që është më i fuqishëm se ti ta bën një gjë me dhunë. Mirë, po kur ti bën marrëveshje edhe legjitimon paraprakisht dhunimin që do ta bëjnë, atëherë këtu pushon çfarë do racionaliteti, çfarë do
logjike e arsyeshme në kuptimin e që kemi përfaqësimit kapacitet që vërtet, kemi kapacitet që vërtet vetë t'i arrisim këta për ta gjitha. keq përdor buxhetin për t'i bërë shumë gjëra të këqija, po kanë shumë kapacitet. Kur po vje puna të punojnë për shtetin, s'po kanë kapacitet. Për vete po kanë shumë kapacitet. Prandaj nuk mendoj që ka mungesë të kapaciteteve, ka mungesë të vullnetit politik dhe ka mungesë të vënies së interesit të përgjithshëm mbi interesin e veçantë. Pra, edhe policia e Kosovës ka treguar që është e mundur të merrë në pika doganore 131, u vra Enver Zymberi për këtë gjë. Policia ka treguar gatishmëri dhe aftësi, po është qeveria e cila nuk ka treguar asnjëherë vullnetin e duhur politik. Mos gatishmërinë e ndërkombëtarëve që janë përgjegjës për sigurinë në Kosovë. Po ata udhëheqen nga paradigma e stabilitetit. Thonë, nëse ka stabilitet, s'ka rëndësi që nuk ka drejtësi. Sepse po them edhe një herë, neve na krahasojnë me Afganistanin, Palestinën dhe vallët e tjera të krizës. Nuk na krahasojnë neve me shtet normal. Jo, nuk jemi të tillë. Mendoj që kështu duhen të na shohin disa qarqe ndërkombëtare. Qeveria e Kosovës po kontribon shumë në këtë gjë, mirë po nuk jemi ne sikur ato shtete, ne duhet ishim shumë më mirë. Jemi 7 milion shqiptarë në Ballkan dhe është e turpshme që ta kemi këtë gjendje se kemi real dhe kritik, apo punojmë ne si shoqëri dhe qoftë pozitë o opozitë për të mos u krahasuar me këto vende që ju po i thoni. Mendoj që gjithë kemi përgjegjësi, por ata që kanë mundësi më shumë kanë përgjegjësi më shumë. Pra qeveria ka përgjegjësinë kryesore. Edhe kur qeveria nuk e kryen përgjegjësinë e vet, shumë gjëra tjera mandej janë pothuajse shumë të vështira për të bërë çfarë do hapi të vogël përpara. Pra problemin ne e kemi që s'po mund të ballafaqohemi me Serbinë pe qeverisë tonë. Keni mbajt mend shumë mirë 14 janarin. Shkum t'i bllokoj mallat e Serbisë në kufi. Dhe çau bë? Na e dërguan policinë për t'ia qelë rrugën Serbisë. Çka tash aty tash? Këtu nuk Po pikërisht që a ishte ajo forma e duhur apo për shku në atë formë? Një anal rrugën Serbisë. Një anal rrugën Mi për mallrat aty, po ku ka më mirë se sa t'ja bllokojmë Serbisë mallrat në tregun e Kosovës ku ai merr 400 milionë euro. Zoti si është e mundur që t'ja ndalim rrugën Serbisë me një pjesë të kufirit dhe në pjesën tjetër e kemi hapur? Cilën pjesën tjetër? Në veri? Nëse po, veri është hapur. Nuk hyn mallrat e Serbisë në pikat 131, po në Merdardhët edhe i bardh. Atje është Euleksi dhe mallrat e Serbisë hyjnë te dhe i bardh edhe në Merdar. Këto dy pika ne i bllokuam dhe e mani mend çfarë na tha kryeministri, tha vetë fundosje, faqezi, nuk do të lejojmë ta sjellën 21 janarin e Tiranës, praktikisht ju kërcënu me vrasje qytetarëve. Sepse dihet çka ka ndodhur me 21 janar në Tiranë. Pra na u kërcënu. Ky tha, domethënë tha e kanë për pushtet. Dojnë ma marr pushtetin. Na shko ishim Merdar, m'ja marr pushtetin Serbisë, ai thikë dojnë ma marr mu pushtetin. Këta kish menën të pushtetive. Pikërisht në këtë aspekt të mbrojtjes, domethënë sa i përket kësaj proteste për cilën ju po fletni, nuk ka qenë shumë e qartë. Ju keni dëshiruar që t'i parandaloni mallrat serbe, ju si parti, apo keni dëshiruar që policia t'i parandalojnë, sepse një parti nuk mund ta bëjë një gjë të tillë përderisa nuk e bëjnë institucionet. Ndryshe është grushtet, zoti Kurti. Kur e do një qëllim shumë, kur e ki për një men me anal mallrat Serbisë, këto çështje janë dorës drejtë. Jam dakord, ti të diskutojmë edhe këto çështje. Por këtë janë dorës drejtë. Në teori është grushtet, apo? Shiko, mos le të diskutojmë si çështje dorës parë. A duam t'ja bllokojmë Serbisë mallrat në Kosovë? Nëse themi po, kjo bëhet çështje dorës drejtë. Nuk kemi pasur më bëu kur far grushteti. S'bëhet grushteti në Merdarën dhe të bardhë. Nuk bëhet atje grushteti. Praktikisht sa kemi qenë aty bashkë me policinë, për aq kohë sa kemi qëndruar aty para se të intervenoj policia, gjatë asaj periudhe ne kemi bllokuar mallrat e Serbisë. Policia ka qenë bashkëpunuese me neve në atë që është qëndrim politik yni, dhe që ishte edhe qëndrim politik i Kuvendit Republikës Kosovës, si organi më i lartë në Republikën tonë, parlamentare, duke qenë se kishim rezolutën për reciprocitet. Çfarë bën qeveria? Shkon i mobilizon ata agjentët e vet aty që me e bën një kundërmocion kundër reciprocitetit. Ku ka një vend tjetër në botë, ku parlamenti me vota voton kundër reciprocitetit me shtetin armik që të ka vrarë, të ka dhënë dje, e sot nuk njeh, edhe thotë që do të kthehen poshtë të krijohet mundësia, sepse nuk është hera e parë që kemi humbur Kosovën. Kështu ka thënë
ministri i tyre i brendshëm. Domethënë, në një situatë të këtillë, ti s'po mrrinas mu ballafaqu me Serbinë pe qeverisë tonë. Sepse rruga e Serbisë për në Bruksel po kalon nëpër Kosovë, por rruga e kësaj qeverie për në Bruksel po kalon nëpër Beograd. Ju keni parë që kryeministri i Kosovës nuk shkon dot në Paris në Berlin. Nuk shkon dot as në Rome në Kopenhag. Nuk shkon edhe kryeministri thotë se ju nuk shkoni dot në Amerikë. Nuk shkon dot as në Madrid e në Londër e në vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Ku shkon? Shkon vetëm në Bruksel. Pse? Sepse duhet bëj koncesione me Beogradin dhe mandej e ka një drej, ka një darkë me Lady Ashton të cilën e paguajmë ne shumë shtrejt. Po përse edhe kryeministri thotë se ju nuk shkoni dot në Amerikë. Po unë jam kryeminist. Ajo është kryeministri i vendit. Është vërtet ajo që s'mund I shkoni në Amerikë cili na dot. quan neve anti-evropian, ndërkohë që vet nuk shkon atje dot. Edhe në fundit nëse unë pas kam pengesa me shku diku, është për shkak qëndrimeve të mia politike. Aja është për shkak korrupsionit. Pra ti dallojmë këto gjëra. Se mund të mos i pëlqesh dikuj për shkak se ki qëndrime tjera politike. Ama kur të kufizojnë për shkak korrupsionit, sepse e bë milioner në Kosovën e varfër, kjo është shumë e rëndë. Mu nuk më është refuzu asnjëherë viza për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por as nuk më është dhënë. Pra është një farë gjendje e pezullt, ku thjesht ka kërku pe me që unë t'i dërgoj materialet e të gjitha proceseve hetimore që ndaj meje dhe sidomos të rastës të 10 shkurtit të vitit 2007, i cili u përfundua nga Euleksi kur më arrestuan, gjykuan e më dënuan. Dhe me thënë, këtë material ja kam dërguar edhe ata kanë betë me mjëftu mu për këtë vizën. Po është të vërtet që nuk kam shku. Si kalojmë në pikpamjen e zhvillimit ekonomik, do më thonë si shifni Kosovën, dhe cilat kanë qenë angazhimet edhe të vendosjes dhe cilat do t'jenë në këta aspekt? Lëvizja e vendosje nuk e ka as fobin, as manin e privatit. As nuk jemi të ma gjepsur mas privatit, as nuk ja kemi frikën ati. Ne mendojmë që në Kosovë duhet të mbrohet publikja, por në të njëjtën kohë, para çfarë do privatizimi, duhet mendojmë pse të privatizojmë, çka të privatizojmë, si të privatizojmë, kur të privatizojmë dhe sa të privatizojmë. Ne jemi për shtetin zhvillimor, i cili thotë që zhvillimi buron nga brenda. Zhvillimi ndihmohet prej jashtë. Zhvillimi mbështetet prej jashtë. Mirë po bartës të zhvillimit duhet jemi ne. Jetë aktor dhe faktor e jo spektator. Gjithashtu, ne mendojmë që bankat nuk duhet vlerësohen në bazë të profitit financiar, por në bazë të financimit të prodhimit. Ne mendojmë që duhet të kemi agroindustri, industri të lehtë, industri minerale dhe të energjisë. Dhe nëpërmjet prodhimit do të hapeshin vendet punës dhe do të krijohej mirëqenia. Do ta bënim lidhje midis universitetit dhe prodhimit, midis ekonomisë dhe arsimit. Në këtë aspekt do fokusona në një deklaratë tuaj, se ju e keni bërë në Ferizaj, në zgjedhjet e fundit lokale të jashtëzakonshme në këtë komunë, ku thonë se fabrika duhet kthy punëtorëve, shkollat duhet kthy arsimtarëve, nxënësve dhe tokat bujqve. Është pak sa një teori që ne e kemi të njohur, domethënë Lenin, Marx, por do dëshiroja një elaborim tuaj në çë kuptim dhe si më u kthy këto përderisa shumica janë privatizuar. Nuk ka të bëjë kjo asnjë me ato teori që i përmendet, më thonë ne jemi për një shtet zhvillimor ku e bëjmë kanalizimin e investimeve mbi të gjitha drejt prodhimit dhe bujku sot nuk ka llogarita punoj arën e vet. Pra ara është djerë ose është tokë betonuar me motele e me pika karburanti pompat benzinës. Pra na jemi për t'ja kthyer arën bujkut në këtë kuptim, që bujku të ketë llogarita punoj arën e vet. Me TVSH 16% për gjitha llojet e produkteve, që është e sheshtë edhe për produktet luksit edhe elementare.
me çmimin e naftës që ka hyp €1.40, si për traktor, si për gjipat e ministrave, me thesin e plehut që është bërë €23 për thes. Nuk po ka llogari Bujku që ta punoj arën e vet. Dhe na jemi për ta ndihmuar Bujkun që ai të ketë prodhim bujqësor. 1/3 e buxhetit të Bashkimit Evropian shkon për bujqësi. Në Kosovë është 1%. Edhe pjesa më e madhe e këtij 1% që shkon në ministri, në për rroga, dreka, darka, mallra dhe shërbime, paga dhe mëditje. Domethënë, kjo është problemi që ne e shohim në organizimin e jetës ekonomike në Kosovë. Pra, ne jemi për pronën private, jemi edhe për pronën publike. Nuk jemi për kthim prapa, por jemi për ashtu që bëjnë shtetet tjera të zhvilluara evropiane, demokratike. Po Kosova nuk po qeveriset asesoj. Dhe si shihim ju respektimin apo gjendjen e të drejtës, e respektimit të drejtës së njeriut në vend, lirisë së shprehjes dhe mendimit? Mendoj që kjo është shumë e kufizuar dhe cenzura në kohën e okupimit është zëvendësuar në mas të madhe me një lloj vetë cenzure në kohën e pavarësisë. Ka njerëz të cilët nuk janë friksuar të luftojnë, e sot friksohen të flasin, sepse humbin vendin e punës, u anxhirrin fëmijët nga shkollat e mesme ose nga fakultetet, sepse tash me një lloj më të sofistikuar të ushtrimit të pushtetit janë duke i friksuar njerëzit dhe ju po shihni qysh qeveria në Kosovë nuk ka plan dhe vizion as për zvogëlimin e papunësisë, as për zvogëlimin e varfërisë, por vetëm atyre që tashmë janë të punësuar, shikojnë që t'ja rrisin pak rrogat në mënyrë që ta të mos binë nën pragun e varfërisë dhe të bëhen edhe më të dëgjueshëm politikisht. Sepse qeveria është punëdhënësi më i madh në Kosovë. Pra këta nuk kanë plan as për papunësinë as për varfërinë. Por duan që ata që tashmë i kemi aty në punë, t'ja u bëjnë nga një rritje të lehtë të pagave, që të mbulohet sa inflacioni, ndonë si inflacionit edhe i kontribuohet në këtë mënyrë, dhe t'i mbajnë në kontroll. Fjala të liria e fjalës, mendimit, domethënë në kodin penal, asnjë parti politike nuk bëri diçka që të mbrojë këtë aspekt. Gjithë ishit bashkarisht? Këtë ka ngritur Alma Lama së pari. Domethënë, njeriu i parë i cili e ka identifikuar problemin e neneve 37-38 në kodin penal është Alma Lama, deputeti i vendosjes. Më pastaj në secilin takim që kemi pasur ne me ambasadorin Gjifoni, me Zhbogarin, me ambasadorin suedeze, me ambasadorin gjerman, me gjithë që kemi takuar e kemi ngritur këtë çështje dhe jemi të vetmit në kuvend që kemi votuar kundër projekt kodit edhe kundër këtyre dy neneve 37-38. Pra, mendoj që shumë media të se të na kanë portretizuar neve njësoj me gjitha subjekt tjera nuk kanë qenë fair. Lëvizja vendosje prej fillimit ka qenë krejtësisht e ndryshme për aspektet politikë sa i përket kësaj çështje. Prandaj, ashtu qysh nuk mendoj që gjitha mediat janë njësoj, ashtu nuk jemi njësoj as ne subjekte politike, madje dallimet e ne janë më të mëdha, sidomos kur është në pyetje vetëvendosja me të tjera. Ju ftoj që pjesën tjetër ju dhe ju shikues të nderuar të ndjekim materialin e përgatitur në terren me qytetarë të cilët kanë shtruar pyetje për liderin e vetëvendosjes, por edhe opinionet e tyre për këtë lëvizje. E ta shqyrtojnë pozicionin e vetë, mos mirën veç me çështje çka duken, po diçka më për të ardhmen. Pyetje sa me shumë të mirë janë të ri, po dhe lypin ndryshime dhe menaj që ka ndryshime. Pa marë parasysh vetëvendosja edhe çdo subjekt tjetër duhet të bazohet në faktorët kohë, hapësirë, dëshirë, mundësi. Kisha pyet çka kishi boju për këto zgjedhje, posa që ishte për veriut. Dhe të jetë pak ma serioze. Objektet fizike s'kanë faj, s'dojt me shkatru. Ata është dashur me vepru pak më ndryshe. Ata me dhunë Serbia s'po t'i bjen ato mallra, po ti po i porositë po i merr vetë. Atëherë duhet me shiqua ato malla ku po mrrini edhe me pas punë me qita që po i porosisin. Mu më mërmenja që është i drejtë. Është të shku ka drejtësia, se për këto tjera parti për shumë që po bojnë. Të në bo milionera da. Bëhet apo thot, njëre kanë ta që jetë a i vetë së më bëku qanë. Qofë se nuk arrin vendimet cilat janë pro për popullin, për interes të popullit, të pak të një të tërhjekin prej parlamentit. Pse, qka në këto demonstrata, këto nuk i bën për çështje ekonomike, po disa çështje që na edhim që s'mujna me blokue Serbijen.
Ku ka lind thuaj, apo ka lindën Malzi atje? Që sa përket vetëvendosjes, ata nuk e kanë pjesë të etikon. Veç edhe tepër me të provë zban, po do të më shkull atë mesatarën. Përsa i përket çështjes së bashkimit kombëtar, a është ky një plan afat gjatë apo afat shkurtër, në qoftë se lëvizja vetëvendosjes shpejti do të vjen dhe udhëheq Kosovën? Atëherë, shikues të nderuar, rikthehemi në studio për të marrë përgjigjet nga zoti Kurti, po ashtu edhe mendimet e tij sa i përket opinioneve të cilat janë dhënë nga qytetarët. Zoti Kurti, e keni nevojën me ja u përsërit apo Jo, s'ka problem se mbajta nga pak shënime. Dhe i keni pyetjet? Po, është spari ne angazhohemi për atë që duhet. Nuk mund të kemi piknisje vështirësin, nuk mund të kemi piknisje pengesat, për vullnetin tonë dhe bindjet tona. Mandej, jo gjithë shka njëherësh është e mundur, mirë po piknisje kemi vullnetin. Tjetra është që kërkojnë ndryshime, do më thanë janë të rinj që duan ndryshime, është një mendim. Si do të vepronin për zgjedhjet serbe, po saqërisht për veriun. Ne kemi publikuar një plan 14 pikësh për këtë çështje dhe aty kemi thënë që forcat e sigurisë Kosovës duhet të shpallën dhe bëhen ushtri, nuk duhet lejuar asnjë shqiptar që ta shes pronën e vet në veri të Kosovës, se e blen qeveria e Serbisë, po duhet ta blejë qeveria e Kosovës nëse janë shumë të varfër pa punë, duhet krijon sa më shumë ura institucionale dhe fizike mbi lumin Ibër, duhet të kemi zero papunësi në veri të Kosovës. Ata shqiptarë që i kemi aty, do duhet t'ju ofrojë sigurinë përmjet në stacioneve policore, jo me qua aty vetëm një kontejner statik me 2 persona kështu me radhë, pra është një gamë gjërë. Është edhe një pyetje e cila ka të bëjë me pikërisht me mallrat që po vinë nga Serbia, ku thonë se Serbia nuk po i sjell me dhunë, po këto mallra por ne po i porosisim dhe po i marrim. Prandaj duhet të merren me atë se ku po mbrin këto mallra dhe kush po i porosit. Ne kemi bërë edhe fushatën duaje tëndën. Ne kemi bërë fushatën për bojkotimin e mallrave të Serbisë. Ne jemi ata të cilët e kemi bërë fushatën për prodhimet vendore. Pra ne kemi bërë edhe këto gjëra tjera. Mirë po asnjë shtet normal në botë nuk lejon shteti armik me ashti mallrat përderisa ai nuk të njeh ty. Nuk mund ta gjeni një shembull tjetër në botë ku dy shtete nuk e njohin njëra tjetrën, e kanë marrëveshje tregtisë lirë, e lejojnë mallrat kështu vendit tjetër sikurse që ja lejon Kosova Serbisë. Pra ne mendojmë që është plotësisht e drejtë çka po bëjmë edhe është keq që s'po e bëjnë ato të tjerët. Pra në vend se shihet pse po e bëjmë vetëvendosje, pse s'po e bëjnë të tjerët. Mirë, një pyetje tjetër është thotë nëse nuk mund të arrin qëllimit që janë pro popullit, të paktën le të tërhiqen nga parlamenti. Është fjala ose mi arrit qëllimit ose tërheqje. Po ne në ndërkohë që nuk e arrim qëllimin, përpiqemi maksimalisht. Edhe jashtë parlamentit dhe brenda parlamentit. Pra edhe aty e bëjmë punën tonë. Gjithashtu e ke një pyetje se ku keni lindur, në Kosovë apo në Malzi? Po këto janë shpifjet e qeverisë, e cila mundohet që të thotë që unë s'jam prej këtu e kështu me radhë. Unë kam lind në Prishtinë vitin 1975, një prindimi, baba im është prej një fshati në komunën e Ulqinit, është në kufi me Shqipërinë. Po gjithë ato janë troje shqiptare. A do thotë kjo që një shqiptar prej Maqedonisë nuk ka drejt të angazhohet për çështjen e Kosovës? Edhe ne duhet të angazhohemi për Shkupin, Tetovën, Gostivarin. Edhe ata duhet të angazhohen për Mitrovicën, Gjilanin, Prishtinën. Do të thonë, këta njerëz nuk dojnë me e pa kombin shqiptar si një. Njësoj për luginën e Preshevës, për Preshevë Medveç Bujanovës. Po angazhohen? Absolutisht jo. Qeveria e Kosovës çfarë bëri për ta? Pse nuk e zbaton reciprocitetin sa i përket të drejtave? Ma shumë ka shqiptarë në përgjithësi në Serbi se së në Kosovë. Asnjë fjalë nuk e ka thonë zëvendës kryeministri Ajit Tahirin në Bruksel për ta. Asnjë fjalë. Do të thonë, pse tash dikush që është për luginës Preshevës, dikush që është për Plavës Gusisë, dikush që është për Malsisë, dikush që është për Anës Malit, dikush që është për Dibrës, nuk pas ka drejt më angazhu në Kosovën në Shqipëria, po gjithë du të më angazhu për njëri tjetrin. Do të thonë, për mua është legjitime që kur ndodhi diçka në qambriun me fol. Vetëm atëherë kur secili prej nesh flet për secilin pllom trojeve shqiptare, që atëherë jemi vota man komp. Po ashtu keni edhe një pyetje lidhur me çështjen e bashkimit kombëtar, thotë a është ky plan afat gjatë apo afat shkurtër? Nëse vetëvendosja mbrin në pushtet.
Po, ne kemi prioritet këtë gjë kur të mrrim Po pushtet. kanë kërkuar do të jetë afat gjatë, afat shkurtër. Ne kemi prioritet kur të mrrim pushtet këtë gjë. Na mendojmë që nuk mund të themi që Bashkimi Kombëtar pret. Ne do të përpiqemi maksimalisht ta bëjmë sa më shpejt. Por sa shpejt e bën varet të çfarë prioriteti ke vënë. Ne kemi prioritet këtë. Ne mendojmë që është vullneti ynë, është interesi ynë për bashkim, edhe i sigurisë edhe ekonomik. Shqipëria ka det, male, ujra. Na kena fush të mirë, qëmër, thëngjell edhe minerale. Pse të mos i kombinojnë të dyja? Pra, edhe në këtë aspekt, kombinimi Kosovë-Shqipëri, bashkimi Kosovë-Shqipëri do të ishte shumë i levërdeshëm, shumë i dobishëm. Atëherë juftojmë sërish të ndjekim materialin tjetër po ashtu të përgatitur me qytetarë, me kërkesat e tyre, domethënë me pyetjet e tyre, mendimet e tyre, sa i përket vetëvendosjes dhe juve personalisht. Pa to je radikalna stranka, kao naša radikalna stranka. Ta stranka nikad ne može doći na vlast. Jer ne daje Europska unija te stranke da dođu na vlast. Interesa Benediković, svi su lopovi. Svi što radu svi za sebe, za svoj interes. Što da pitamo, niko ništa. Uzimaju pare koliko ih trebaju, nama ništa ne daju. Zapošljavaju svoje ljude koje imaju što imaju. Da li se nadate da ako ova stranka dođe u vlast će promeniti za bolje stanje srpske zajednice? Pa nadamo se da će biti bolje jer svaka stranka ima svoj način, svoju proceduru, svoj program, tako da se nadamo da će da bude bolje i nama i vama. Imam pitanje da li može da bude neki boljitak, pogotovo za srpski živalj ovdje na Kosovu. Hteo bih da ga upitam kako bi ispoštovao onda ona prava i one političke ciljeve za koje se zalažu Srbi na Kosovu, prvenstveno mislim na Srbe sa severa Kosova, koji su dijametralno suprotni njegovim stavovima. Atëherë, rikthehemi sërish në studio për të marrë mendimin e Zotrit Kurti dhe përgjigjen sa i përket pyetjeve të cilat i dëgjuam dhe i shikuam nga disa qytetarë nga komuna e Graçanicës. Spari mbeta borës edhe një pyetje tjetër që ne kemi bërë edhe protestet të tjera. Kemi bërë për çështje sociale edhe kundër privatizimit. Ju kemi bashkuar sindikatave në shumë raste. Ju kemi bashkuar bujqve në protesta. Por e kemi organizuar edhe protestën me 22 qershor kundër korrupsionit. Pra nuk është që ne kemi bërë vetëm protesta për çështje politike kombëtare, por edhe për sociale ekonomike. Sepse lëvizja vendosje është infrastrukturë për njerëz të pakënaqur që duhen të organizohen për interes kolektiv. Pra nëse dëshiron dikush që të organizohet, të bëj protesta dhe demonstrata, shumë prej tyre vinë vetëvendosje. Dhe ne nuk e shohim vetën se dikush i cili duhet t'ia organizojë dikujt tjetër protestat. Jo, këtë duhet t'i bëjmë bashkë. Pra aktivisti është edhe qytetar dhe synon që qytetarin ta bëjë aktiv. Kjo është edhe mënyra jonë, është besnikëri ndaj metodës sonë, sepse duam që ne si vetëvendosje të mos jemi vetëm disa njerëz atje në parlament, sepse organizata jonë është kryesore. Në fakt, grupi jonë parlamentar është mënyrë e organizatës së lëvizjes sonë. Dhe kjo është arsyeja pse ne jemi të hapur për gjithë ata që duan të bëjnë organizime të tjera. Pra, nuk e keni idenë sa shumë njerëz që kanë organizuar protesta pas luftës në Kosovë, vetëvendosje vinë, i marrin parullat, i marrin megafonat, na pyesin si më organizu, edhe marrin mësime prej neve, po na mësojnë prej tyre, ju bashkangjitemi e ju ndihmojnë. I kthehemi pyetjeve të qytetarëve. Ne nuk jemi sikur ajo partia e radikale në Serbi. Domethënë këto shikoni, ka disa njerëz të cilët që të mos mendojnë më thellë, dëshirojnë që të thjeshtojnë gjërat dhe mandej i vulgarizojnë e i deformojnë. Partia radikale në Serbi është parti fashiste. Është parti e cila ka pas strukturat e veta paramilitare që kanë bërë masakra në Kroaci e në Bosnjë. Domethënë nuk kemi të bëjmë na me absolutisht. Edhe tjetra është që dhe ka pyetje sa ka të mundësi gjithë që janë ky të njëjtë, edhe kjo të subjekt, gjithë janë hajdut, të gjithë janë të njëjtë. por është edhe një pyetje, thotë se sa ka mundësi ky subjekt që të përmirësojë gjendjen e serbëve të Kosovës. Ne nuk mendojmë të përmirësojmë gjendjen e shqiptarëve, të serbëve, të romëve, të ashkalive. Duhet mi trajtu si qytetarë barabartë para ligjit. Pra, me privilegje ndaj serbëve, si rezultati koncesioneve ndaj Serbisë, kemi arë në këtë gjendje. Ne nuk jemi për askënd që të ketë privilegje, sepse privilegji për dikë është diskriminim për dikë tjetër. Prandaj, barazia para ligjit edhe zhvillimi ekonomik. Unë mendoj që kur të ketë në Kosovë prodhim, atëherë
edhe punëtorët shqiptar, edhe serb, edhe bosnjak e turq, do të komunikojnë, do të bashkëpunojnë me një tjetrin, sepse do të kenë çka të fitojnë e çka të humbasin. Sepse aty do të linë mandej solidariteti i vërtet, komunikimi i vërtet. Ky komunikimi nëpër seminare, konferenca, ky komunikimi i këtyre, le të themi, mira OJC-ve të pas luftës në projekte të ndryshme të multietnicitetit nuk ka dhënë rezultate sepse ka përfunduar te toleranca. Pra vlera më sublime e që ati diskursi ka qenë toleranca. Që do të thotë, kur dikush thotë unë të toleroj, a di çfarë bie kjo? Kjo bie në fakt unë s'do duhet toleroj ty, po duhet të jesh mirënjohës që po të toleroj. Pra ne nuk jemi për diskursin që çon te etnit e multietniciteti, por ne jemi te qytetaria, te bashkëpunimi, solidariteti, universaliteti, këto vlerat e modernitetit i duam. Sa vetëvendosja është prezent në komunat ku jetojnë serbët? Po jemi shumë pak prezent, dhe me thonë, aty ku ka edhe shqiptarë edhe serb, aty dhe me thonë, serbët e dinë më shumë se çka është lëvizja vetëvendosi. Po të ata ka shumë ma mërmendja keq kuptime për neve, po tash që jemi në kuvendin e Kosovës e din pak më shumë, për shkak të deputetëve serb që janë aty, edhe ata mendoj që nëse nuk pajtohen më shumë me neve, me siguri që na njohin më shumë tash. Mirë, atëherë invitojmë ju dhe ju që konsideruar që të ndjekim gjithashtu pyetjet të cilat i kemi marrë nga disa qytetarë nga komuna e Gjilanit dhe fushë Kosovës, sa i përket Zotit Kurti dhe vetëvendosjes. Mos mi kesh shumë, do më thonë mos me po përqeshjet shumë ta që po bon si ata deputet, që si kanë hije, edhe kisha thonë me punu ma shumë e me fol ma pak. Nëse e meni pushtetin dorë që ata që për premtoni a folni, a realizoni për mendoj? Shkanë pekuria, la bolë, trion, kejtë, dhe të vendosja që ta qenë kryesor. Ata e në matë mirë. Me kisha pytaj shumë trem, po tregohet kështu edhe në televizorve që a është edhe trem kështu në praktik. Po kisha desh me pyt, mos me bo sigur ta qertë politikana, me shu Kosovën për para dhe me pëmsu të gjithë qytetarë. Në gjenë format ndryshme veç me largu këtë pushtet. Mirë është ty e që punën. Mirë, po përkrojnë e ko pak. A mund dhe pushtetin ma mirë se këta që e kanë tash. Vetëvendosja janë djeltërina do të me përkra rinin. Me përkra, ma mirë të rritë se pleshtë. Është Albin Kurti, i vetëdijshëm që është kundër partive politike dhe kundër Evropës. Po deri diku nëse i realizojnë ato kërkesat cilat ata po i kërkojnë, me të vërtet është i drejtë mirë, po sa do të realizojnë ata nëse ndonjëherë vinë në pushtet, ajo është një pikpyetje shumë e madhe. Qysh ja ka mësy ai me qitë në krye vetëvendosja kurse është kundrejt tonëve. Është e mundur që nuk kanë me vjedh ata që janë të vjedh personalitetet tjera publike në Kosovë. Atëherë rikthehemi për të marrë një përgjigje në trembulaksuar pak sepse për shkak të kohës, do thotë. Po dakord. Mbeta vetëm borsa i përket kësaj veriut që bëri ai pyetje një qytetar serb nga Graçanica. Ne mendojmë që nuk duhet të ketë vetëm integrim institucional të serbëve, sepse institucionalisht ka qenë integruar edhe Oliver Ivanović. 8 vjet kanë investuar institucionet tona në Oliver Ivanovićin qyrkursat, sekretar në të ashtu quajtur Ministri për Kosovën Serbisë. Por ajo që do të bëjmë ne është që të kemi integrim shoqëror, që vjen nëpërmjet zhvillimit ekonomik. Në veri të Kosovës, ne dallojmë së paku nga pikpamja strukturore politike 4 lloj serbësh. Serbët që janë fare me strukturat ilegale të Serbisë nuk kanë kurfar lidhjesh, serbët të cilët përfitojnë nga strukturat ilegale të Serbisë, por nuk janë pjesë, serbët të cilët janë pjesë të strukturave ilegale të Serbisë dhe serbët të cilët janë pjesë të MUP-it, të strukturave ilegale të sigurisë. Pra, duhet t'ja bëjmë një analizë më të thukët këtij problemi dhe mandej t'i kombinojmë eliminimin e struktura paralele me zhvillim ekonomik. Sa i përket pyetjeve që nga komuna e Gjilanit dhe fushë Kosovë. Të mos përqeshin shumë. Ne gjithmonë kemi pas kritikën tonë paremore. Edhe kur kemi përqeshur, nuk kemi shpifur, ashtu që kanë bërë ata. Tjetër, ato që ka ne zotohemi, ne realizojmë. Ne nuk japim premtime. Ne nuk bëjmë biznes, ofertë kërkes. Cila është oferta jote? S'kena ofertë na. Na kena program. Programi është ai për cilin ne zotohemi.
Dhe këtë ne do të realizojmë një ditë kur do të jemi në pushtet. Janë të rinj udhëheqësve vendosës, nuk jemi edhe as të rinj. Do të thonë, jemi për disa po bëhen 1 dekadë gjys, për disa 2 dekada në politikë. Ka shumë njerëz që janë po kanë fjalën të rinj në moshë ndoshta. Po 24 vjeç është mosha mesatare në Kosovë. 24 vjeç është. Më thonë është populli më i ri në Evropë. Po, edhe po kërkojnë që të gjeni formën për të... Ama nuk i përjashtojmë në asnjë moshë. Na mendojmë që duhet me kombinu shpresën me përvojë. Shpresën e gjendë të rinia, përvojën e gjendë të moshurit. Ky kombinim do ta kishte dinamizuar shumë jetën në Kosovë. Ne kemi punësimin në fokus, sepse mendojmë që... Keni pyetje, a është i vetëdijshëm Albin Kurti, pikërisht për juve, që është kundër partive politike dhe kundër, ka fjalën kundër gjitha partive politike dhe kundër Evropës. Është një pyetje që ju pak e datë përgjigje. Kjo është shpifje e kryeministrit që na quajti anti-evropian. Ne i përqafojmë vlerat evropiane. Nuk mund gjeni një subjekt tjetër ku udhëheqësit e drejtuesit kanë formim intelektual, filozofik, politik, evropian, që kanë vendosur. Është fjala edhe për vlerësimet për parti tjera politike, të cilat janë, domethënë, me të cilat ju thoni se nuk do të lidhni koalicion. Ata janë kundërshtar politik. Ne nuk jemi i njëjti subjekt. Por shpesh herë dhe bashkëpunojmë me subjektet opozitare në Kuvendin e Kosovës. Kjo është evidente. Mirë, atëherë ju japim kohën studentave, sepse janë edhe këtu përshtuar pyetje, në mënyrë që është radha për juve. Faleminderit, unë jam Adan Haxhodhe nga Kolegji Universitar Pjetër Budi dhe desha të bëj një pyetje për zotrin Kurtin. Çfarë keni arritur të ndryshoni në Kuvendin e Kosovës prej që jeni bërë subjekt parlamentar? Po. Si vendosi Kuvendi i Kosovës? Mendoj që Kuvendi i Kosovës ka qenë shumë dinamik, ka qenë shumë aktiv, edhe kjo duhet të falenderoj vetëvendosjes. Mendoj që është shndruar në një arenë ballafaqimesh, pikpamjesh, shumë më tepër se herat e tjera, edhe ka kontestuar qeverinë si asnjëherë më parë. Domethënë kur ka qenë koalicioni i madh PDK-LDK, Kuvendi i Kosovës, nga qytetarët e Kosovës nuk është parë as 1/3 sa shikohet sot. Pikërisht pse është vetëvendosur aty. E kena shtjellë një frymë të bashkimit kombëtar, një frymë e cila nuk ka qenë më herët aty, por ne tash jemi opozit, domethënë nuk përveç në aspektin e diskurseve të tjera, një komunikimi ndryshe nuk mund të ofrojmë edhe shumë më tepër. Pyetje tjetër? Pajtim Shaqiri nga Kolegji Universitar Pjetër Budi, a mendoni se bashkimi me Shqipërinë do t'ja zgjidhte problemin Kosovës? Besoj që bashkimi me Shqipërinë do të na ofronte më shumë resurse njerëzore, më shumë pasuri natyrore, të cilat do të mund të përdorëshim për zhvillim ekonomik. Nuk do të na zgjidhte të gjitha problemet. Por edhe investimet nga jashtë do të ishin shumë më të mëdha se sa që janë aktualisht edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, pikërisht për shkak se do të ishin treg më i madh. Edhe logjika ekonomike thotë që ne duhet të bashkohemi përveç aspektit historik të vullnetit e të interesit. Egzam Behromi, gjithashtu studenti Kolegjit Universitar Pjetër Budi, më kishte interesuar me ditë konkretisht, do të thotë ju vetëm fjalë, po konkretisht ka parashihet të 14 pikë ju që e përmend më herët, konkretisht më intereson për veriun, domethënë çysh e sheh lëvizja vendosje integrimin e veriut, qoftë ajo me dhunë apo si në çfarë forme e sheh integrimin e veriut. Ndaj njerëzve kriminal e të dhunshëm do të përdoret forca e shtetit, do të përdoret forca e ligjit. Pa një dorë të fortë nuk mund të luftosh kriminalet. Dhe ata nuk janë shumë veri. Në rastin më të keq janë disa qindra. Por ne atje do të revitalizonim treqën, do të bërim një lloj zhvillimi ekonomik ku do të hyrin njerëzit në punë, do të kishim transport publik falas 3 herë në ditë veri ju gdha në sjelltës. Do të kishim përparësinë, punësim, në arsim, shëndetësi për shqiptarët që i kemi atje, dhe nuk do të lejonim këtë situatë ku siç kemi marrë vesh kur kemi qenë në lagjin e bosnjakëve atje, vetëm njëri prej 200 shtëpive shqiptare është i punësuar në FSK, edhe vetëm 2 janë në policinë e Kosovës. Njerëzit që kanë nevojë më shumë për sigurinë këtë vend,
kanë kaq pak të punësuar në sektorin e sigurisë. Gjitha këto do të mund të ndryshonim. Me këto hapa do të krijohej një klim tjetër dhe do të krijohej një raport më i favorshëm për integritetin e Kosovës dhe sovranitetin. Por dy momente vendimtare janë të mos lejojmë që të vazhdojmë bisedimet me Serbinë, të se të përnatroshim varësinë edhe të mos lejojmë mamrat e Serbisë. Kur ne ja këpusim Serbisë 400 milion euro në vit në Kosovë, ai do të mendoj 2 herë para se thotë një fjalë të keqe për shqiptarët. Atëherë, kaq ishte koha. Faleminderit zotri Kurti për pjesëmarrjen tuaj në programin komunikimi. Ju falenderoj shumë edhe juve. Gjithashtu faleminderit edhe ju student për pjesëmarrje dhe kontribut. Shikues të nderuar, këtu dhe po e përmbyllim komunikimin për sonte, duke lënë takim në javën e ardhshme në po të njëjtën kohë. We're sorry, your call cannot be completed.